Teksa në ndanë më pak si një javë nga nisja provimeve shtetërore, maturantët vijojnë të jenë në përgatitje intensive përmes testimeve provë. Drejtori i Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, flet mbi masat e marra për mbarvajtjen e këtij procesi. Tashmë Zyra Vendore Arsimore ka filluar procesin e përgatitjeve për maturën shtetërore. Janë përcaktuar qendrat që do jenë qendra provimi, shkollat që do jenë qendra provimi. Sigurisht është bërë edhe vlerësimi i situatës në gjitha këto qendra dhe nevojat çfarë do kemi për ndërhyrje në përmirësim. Janë njohur shkollat me rregulloren e maturës shtetërore, shkollat tashmë vazhdojnë të zhvillojnë testimet provë. Njëkohësisht ne kemi vazhduar edhe trajnimet me mësuesit që do jenë pjesë e menaxhimit të procesit të maturës shtetërore. Krahas maturës shtetërore, rëndësi po i kushtohet edhe provimeve të mini maturës. Drejtuesit e Zyrës Vendore të Arsimit thonë se fal eksperiencës disa vjeçare, ky proces po realizohet pa problematika. Përveç procesit të maturës shtetërore, ka edhe provimet kombëtare të arsimit bazë, që është edhe një proces po kaq i rëndësishëm sa matura shtetërore, që është në fakt pak më i vonë se sa matura shtetërore në kohë dhe në zhvillim të tij, por sigurisht ka vëmendjen e duhur dhe sigurisht të njëjtën vëmendje po aq sa matura shtetërore. Provimet për klasat e 9-ta nisin në datën 19 dhe përmbyllen me datën 30 qershor.